Përshëndetje mirë që kemi ardhur në mbledhjen e ashtrave, në kërkuar nga kryetari i bashkisë për katër projekte. Programi është i plotësuar, është i jashtëzakonshëm për fillimin e mbledhjes. Fjalën e ka kryetari i këshillit, zoti Arshim. Mirë na këtu. Mirë. Atje përshëndetje, mirë që kemi ardhur në mbledhjen e ashtrave të këshillit bashkëkohor të Bordens, të kërkuar nga kryetari i bashkisë. Në këtë renditje, pika parë në renditje, projekt vendim për miratimin e planit të arsimit para universitar të 2026-2029 në Bashkimin Bordens. Pika 2, projekt vendim për miratimin e planit lokal të menaxhimit të integruar të ndërtjeve të kurrave urbane Bashkia Bordens 2026-2031. Pika 3, projekt vendim për miratimin e planit të identitetit të Bashkisë Bordens 2026-2029. Pika 4, projekt vendim për miratimin e planit të barazit finore të 2026-2029 në Bashkimin Bordens. Atëherë, po që i gjonë, të shtu për anë në ditë, halëtit, pro, nëmën vota pro, punën s'ka, sënin s'ka, miratohet për anë në ditë. Atëherë fillojmë në pikën e parë të anë në ditë. Projekt vendim për miratimin e planit të arsimit para universitar 2026-2029 në Bashkimin Bordens. Për këtë pikë të analizisë na vërtetën përgjegjësia e zyrës të arsimit në Bashkimin Bordens, zonja Elida Liari. Plani arsimit para universitar 2026-2029 të Bashkimit Bordens është një dokument strategjik i rëndësishëm që synon të orientojë zhvillimin dhe përmirësimin e shërbimeve arsimore në territorin e bashkisë për shërbim të trashë. Artimi i tij është rezultati një analize të filluar situatës aktuale, tendencave demokratike, nevojave komunitare dhe sfidave ekzistuese në arsimin bashkëkohor. Bazë dhe nisë. Ky dokument është një instrument theksor planifikimi për strukturat vendimase dhe administrative për të garantuar Atëherë fillojmë me pikën 3. Projekt vendim për miratimin e planit të integritetit të Bashkisë Bordens 2026-2029. Për këtë pikë të analitikës, na vërtetën drejtoresha e Ekonomisë Njerëzore pranë Bashkisë Bordens, Joana Vardova. Katër objektiva kryesore, që është komisimi mekanizma rregulator dhe strategjik i bashkisë në aspektet e fushës së ekipit dhe të integritetit, që ka të bëjë me përputhshmërinë e ligjeve kombëtare të shqipërisë apo europiane. Pika 2 sigurimin e administrative të qëndrueshme dhe profesionale në përmjet zhvillimit të brendshëm njerëzor në bashki. Pika 3 është rritja e transparencës dhe pjesëmarrjes publike që është një pikë shumë e rëndësishme dhe domosdoshme. Pika 4 ka të bëjë me integrimin e standardeve europiane dhe praktikat më të mira në kontroll në çështje e prapa dhe legislacionit europian për atë në kontroll. Se kemi diçka të diskutuar, lidhur me këtë pika. Po që i pikën e diskutimit, po përgjithë të po konsultimi publik. Halë në të pikën 3, Mama goda pro, punën s'ka, abstenim s'ka, në të atje fillojnë në pikën 4. Atje fillojnë në pikën 4. Projekt vendim për miratimin e planit të barazit finore të 2026-2029 në Bashkimin Bordens. Edhe për këtë pikë të analitikës, na vërtetën përgjegjësia e zyrës shërbimit së saktë të Bordens. Insomma, volete questo pensavo negativo. Sottina këtu për miratimin e projektimit të planit parazitinore 2026-2029 në Bashkimin Bordens.
plani për programave pika shkurtimisht, synon që bëni një identitet problematikave dhe nevojave konkrete të burrave, grave, vajzave dhe pjemve të territorit. Je herë në të fikin katër, pro? Rëmët më dhe pro? Sesën e mori nga, edhe rogën që mori nga, gratë e mori të shkja. Me pas ka të shkime të vëllë që për zotit. Asi, të herë, një nga